A ke ndjerë ndonjëherë magjinë që krijon floriri kur pret të lëhurën? Për gratë në mbar botën, floriri nuk është thjesht bukurim, por simbol pasurie, trashëgimie dhe fuqie personale. Në Azi, Afrikë, Lindjen e Mesme dhe deri në Europë, floriri shërben si siguri ekonomike, trashëgimi familjare dhe mjet për shprehje kulturore. Kjo video do zbuloj arsyet kulturore, shëndetësore dhe shpirtërore pse gratë vazhdojnë ta preferojnë floririn dhe pse ai është më shumë se një aksesor. Qëndroni me ne për të zbuluar se si floriri mund të forcojë vetbesimin tuaj, të mbrojë shëndetin dhe të lidhet me historinë e familjes tuaj. Fillojmë. Simboli i pasurisë dhe i statusit. Në shumë kultura, floriri paraqet pasuri, fuqinë dhe pozitën shoqërore. Por si funksionon kjo për gratë, veçanërisht në Azinë Jugore dhe jo vetëm?